Vrasësi Vanja Gjurqevskas dhe Panqe Zhezhoskit është Lupqe Palevski Palqo. Këtë e ka thënë sot në dëshminë e tij njëri prej të akuzuarve, Veli Bormanev. Ai në detaje tregoi se si e kanë planifikuar, si e kanë bërë grabitjen, si është bërë vrasja dhe groposja e tyre, ndërsa shtoi se Palqo u ka thënë se shpërblimi për bashkëpunëtorët e tij do të ishte nga 150.000 euro. Sipas Manev, Vanja është kidnapuar gabimisht. Qëllimi i grabitjes, siç tha, ka qenë një grua rreth të 40-ave, vajza e pronarit të ndonjë kompanie farmaceutike. Kështu ai shpjegoi se si e kanë bërë grabitjen e Vanjas. Ndërsa në ndërkohë babai i Vanjas dridheshte, filloi të qaj, pas çka seanca u ndërpre për disa minuta, kurse në anën tjetër Palqo nuk kishte asnjë reagim, vetëm dëgjonte dhe merrte shënime në fletore. Unë dhe Bora hym në banesë, ishte errësirë, nuk ishte dritë, pritëm, kohë pas kohe, Palqo përmes motorolës na tregonte se ajo do të vinte në ora 7:20. Kur ajo po zbriste, Bora e grabiti dhe ja mbylli gojën me ngjitëse dhe e lëshuam nga shkallët e drejtë errësirës. Sipas fotove që na dërgonte Palqo, ajo ishte identike, me asa mund të shihnin në errësirë. E lidhem, ja vendosëm thesin për ta vënë në gjumë. Keshi shef e solli veturën para hyrjes së banesës, e hapi bagazhin dhe e vendosëm aty. Kur kanë shkuar në vendin ku dhe janë groposur, tha se kanë parë se nuk është ajo të cilën duhej ta grabisnin dhe i ka thënë Palqos ta lëshojnë, por sipas tij Palqo i ka thënë të heshti se nuk do t'i marrë paratë e dakurduara për grabitjen. Më pas tha se Palqo e ka vrarë vajzën, ndërsa në fund e ka djegur veturën. Mëtej duke shpjeguar grabitjen e Panqe Zhezhoskit, Manev tregoi se me atë njiheshin sepse ka punuar në shtëpinë e tij, por sa i ka pasur borxh 1.500 euro dhe shtoi se kur kërkoni një pensionist që të mund ta shfrytëzonin veturën, Manev e ka propozuar Panqen. Unë dhe Boro e morëm Panqen, e kemi vendosur në makinë, e kemi dërguar tek gropa të cilën e kishim hapur më herët, duke ja zgjidhur duart që ta vendosim në grop, me qëllim që aty të rrinte derisa të merrnin paratë dhe më pas do të liroheshte. Palqo gjuajti drejt tij, unë beta pa fjalë. Manev dha një deklaratë të fuqishme, sa i ka qenë i maltretuar nga inspektor policie, që të thosë se Palqo ka komunikuar me babain e Vanjas, Aleksandar Gjurqevskin. Filluan të më rahin fizikisht, të më shkenin me këmbë, që të filloja të flisja. Ju thash unë as nuk e kam dëgjuar dhe as nuk e di se më ka folur Palqo. Aty filluan të më rihnin më fort, duke më thënë fol. Thash, kur ata thonë se kanë listë provash, se kanë folur, do të them edhe unë që të pushoj kjo torturë. Aleksandar nuk është involvuar. Prokuroria i tha se kur ka dhënë deklaratë para asaj nuk ka pasur mavjosje në përtrup dhe nuk është ankuar se ka qenë i rrahur, por ai u përgjigj se ka qenë i kërcënuar dhe maltretuar gjithkohës, madje edhe në paraburgim.